Komponenti tjetër ose shtylla tjetër janë pagesat direkte, të cilat nga njëra anë, siç dhe tham, shërbejnë për uljen e kosteve të prodhimit, por nga ana tjetër janë instrumenti kryesor për arritjen e disa objektivave të politikës përbashkët bujqësore. Çfarë kemi parasysh me këtë? Bujqësia jo vetëm që prodhon ushqim, por kontribon në mënyrë thelbësore edhe në mbrojtjen e mjedisit, në sigurinë ushqimore, në ndryshimet klimatike dhe kështu me radhë, që nënkupton që fermerët që marrin këtë lloj mbështetje duhet të zbatojnë praktikat mira bujqësore dhe agromjedisore. E thënë më thjesht akoma, në skemën kombëtare të këtij viti, të gjithë fermerët që do të përfitojnë mbështetje për blegtorin apo pagesa direkte për sipërfaqe të mbjella, do të fillojnë në mënyrë graduale zbatimin e këtyre praktikave të mira, që do të thotë një përdorim më i mirë i pesticideve në nivel ferme, që natyrisht çojnë në një siguri ushqimore më të mirë, element të tjerë të mirëqenies së kafshëve, të standardeve higjienike,